fjalë është marrë nga spitali i Prishtinës 3 vjeç. Kjo nën që ka lind, besohet që ka lind me një identitet tjetër, me një atë kohë që ajo ka qenë në moshën 16 apo 17 vjeçare që e ka lind këtë fëmijë, ka qenë duke u shkolluar në Prishtinë. Ky fëmijë kur është marrë prej nënës në biologjike, është duru, nuk ka shku me dokumenta siç bëhet adoptimi i rregullt i një fëmie. Po vetëm është falë të ajo familje, edhe mandej këta e kanë regjistruar në emrin e vet. Kam dëshirë ta gjej nënën biologjike shumë, po kam shumë dëshirë ta di edhe kënë e kam bërë. Kush është gjaku im? Sepse ky fëmijë e meriton ta ketë një levatim ose ta ndigjoj të paktën një zot të nënës vet.